vagonet. E unë veta e saja lokomotiv, që bartja vagonet me hallet e jetës, pa dalur binarësh destinacionin më syrë. Që e vogël shkriesha pas rrezëve të diellit. Sreshta së ndjekuri gjerë në pleqri. Pa undalur pa asë një qas, asë në përslim të moteve, asë në stuhi, bor e shi. Udhtova edhe kur ndërprem burimin e ushimit. E etur, e uritur, vagon fëmijësh barta për në cak. Të mos mbeteshin preja carimit të moteve, maratonën staluan për asë një qast. Lokomotive thyer nga barë e moteve, si relik i së shkuarës jeton të fundit stin, duke kujtuar me malë vagon e bashkëpunëtar, e duke u kënaqur që destinacionin bërë. Të nderuar miq, dashamirë të fjalës së shkruar, ardashës e krijues, zonja dhe zotërit praneshëm. Mirë se ardhët në këtë takim të përurimit të librit poetik të poetës tashmë të njohur zonjës Nazmie Gjaferi Hasani. Autorja në fjalë nuk është emër i panjohur tashmë për ne Xhelanasit, Ana Moravën, përgjithsisht, por edhe për te i kësaj, pasi veprimtaria e saj ndërlidhet me fushën e arsimit për një kohë të gjatë, disa veprimtari e aktivitete shoqërore e kombëtare, sidomos gjatë viteve të 90-ta, e kohën e fundit tashmë dhe me krijimet e saj. Nisur nga këto virtyte, autorja në fjalë, pas moshës së pensionimit, filloi të merret intensivisht në krijime letrare. Pasi sot po përuron librin e saj të 7 me radhë, shihet do të thotë entuziazmi dhe puna e saj pandalshme për letërsinë, kryesisht për fëmijë e disa edhe për të rritur. Ky organizim mbahet në kuadër të lidhjes së shkrimtarëve Dega e Gjelanit. Për një fjalë rasti, ftojmë kryetarin e lidhjes së Degës së shkrimtarëve në Gjelan, poetin zotëri Hysen Këqikun. Faleminderit. Përshëndetje. Të dashur të respektuar dashamirë të librit. Më lejoni që përzemërsisht ju përshëndes dhe t'ju dëshiroj mirëseardhje. Lidhja e shkrimtarëve e Kosovës, Dega lidhjes në Gjelan, në planin e punës i përpiluar në bazë të statutit të saj, jo vetëm që na obligon, por edhe na shtyn sa më shumë, edhe sa më me forcë që të angazhohemi, që të sjellemi sa më shumë programe të ndryshme si promovime, orë letrare, tribuna, sofra poetike, recitime e tjera. Të gjitha këto, me qëllim që krijuesit tanë të sjellin këto me veprat e tyre, me dashurinë për librin, me respektin ndaj artit letrar që poetet e poetet tona natë e ditë e lypin për të vënë në letër, për të paraqitur këto para jush me tërë madhështinë, kënaqësinë artistike që e përmbajnë ato. Lidhja e shkrimtarëve e Kosovës dhe lidhjes në Gjelan është vënë krejtësisht në respektim të librit, pa marrë parasysh se cila shtypi botuese apo cila shtyp shkron shumë zonë librin. Libri është libër, miku dhe hambari i titurisë. Deri në këtë ditë të bardhë, ditë e lirisë që na erdhi, në sajet e luftrave heroike, në sajet e mentorëve të lavdishëm, për të gjitha nismat e mbetur rrugëve me qindra vjet, ti vazhdojmë me gjakun e porosive, të parëve e të kohës sonë, për të mbrojë aty ku kemi synuar, që nga pellazgët, ilirët, albanët, shqiptarët. Ne jemi gjallë dhe si të tillë frymojmë në tërë globin. Që të mos u marr kohën penalistëve, po kaloj në temën e sotit që kemi në plan të parë. Nazmia Hasani, profesorish dhe veprimtare kulturore, sot në ka ardhur me një libër të ri. Fare të ri,
akoma është e ngrohtë nga makinat e shëmzimit. Dashuria e pashtershme, me poezitë e një laramanie motivesh, figurash e inspirimesh. Për këtë libër, sot do të na flasin dy artbërës, të cilët e shpërndajnë në përditë të shënuara të artit letrar në të gjitha gjinive. Unë në emër të kryesisë të dekës e lidhjes së shkrimtarëve i falenderoj për angazhimin e tyre, për prurit reale, për veprën në fjalë, poezitë dhe botën metaforike të tyre si mjet realizimi. Redaktorin edhe recenzent në librit Zotëriun Zikaria Idrisit. Poetin, kritikun dhe romancierin tonë Mehmet Ali Rexhepi. Falenderoj përzemërsisht edhe udhëheqësin e kësaj dite të shënuar profesoreshën tonë të njohur Liridona Mehmetin. Për të gjitha kënaqësitë, për të gjithë kënaqësi, frymëzim dhe me vepra të reja në ditë të reja. Për të gjithë kënaqësi, ju falenderoj. Faleminderit. Ju falenderojmë shumë i nderuar për fjalët tua. Përsëri ftojmë Elena Ajdarin që të deklamojë një poezi shkruar nga libri që përdoruam sot me titullin Dashuria e pashtershme. Kuq e zi. U rita me mallin për nënën, pa guxuar të përmend as fjalën atë e as the. Pran prindërve u rrita jetime, në shtëpi time e huaj, pa guxuar as ëndra trofej. Frymova kuq e zi, pa pasur të drejtë zbukuroj shtati me këto ngjyra. Veçmas për ditëlindjen e nënës, e ditët e bëmave të tim ati edhe jo. Që njomur kishin tokën lulkuqe të ris, e ku zeza valvitur në shtis, çdo pëllëm të kësaj toke ta stolis. Lulkuqe të rritur në çdo cep të kësaj toke të bekuar, mbajtën gjallë shpirtin e shqiptarit për than plagët e trungut të gjymtuar. Falenderojmë Elenën për deklamimin e kësaj poezie, Frymim kuq e zi, që ndërlidhet edhe me festat tona kombëtare gjatë këtij muaji të bekuar për ne shqiptarësit. Zakonisht kur botohen libra për urimet i begatojmë ata që dështrojnë me anë të syrit të tyre kritik. Ndërlidhja mes lexuesit dhe botuesit, këtë rast poetë dhe autorë, krijuesve përgjithsisht, ja është në mes të krijuesve kritikëve letrar. Për një vështrim rreth këtij libri, nga ana kritike, ftojmë poetin, profesorin, prozatorin ton, profesor Mehmet Ali Rexhepin. Më gëzon kjo prani kaq e madhe edhe njerëzish të kulturuar që po e kultivon traditën e ndjekjes së përurimeve në Gjilan. Që do thotë se Gjilani e do librin edhe i respekton krijuesit e saj. Dashuria det i jetës. Nazmia Gjaferi Hasani, Dashuri e pashtershme. Printing Press Prishtinë 2025. Libri i autorës Nazmia Gjaferi Hasani, Dashuri e pashtershme, është strukturuar në 8 cikle poezish. Frymim kuq e zi, Lulkuqet e liris, Kur e qiltër tjetë dashuria, Melodia e shtëpis, Kur thuprat bashkohen, Misionarët e dritës, Mbretëria e planetit dhe të ndryshme. Te secili cikël nga 8 sish të librit Dashuri e pashtershme, hasin qasi ku e ku më të theksuar motivesh që zgjerojnë hapësirën tematike të motivimeve poetike. Mirë po ngjyrat e kuqe dhe e zeza,
qoftë kur duken apo nuk shihen, janë leitmotivi përshkrues i tërësisë poetike të këtij vëllimi. Pohimin e këtill e përtrollisin simbolet e identitetit etnik dhe etik, si plisi që nikosisht shënon përkatësinë e autoktonisë. Simbolika e të kuqës dhe e së zezës po u thelluam në nën tekstin e reflektimit poetik të ideve, të porosive dhe të ngërtesave estetike, e kuqja dhe e zeza karakterizojnë për masën e fatit tragjik të lirisë së etnisë shqiptare. Motivet e këtij përcaktimi tematik për kita zirujtjes së atë dhe jot, në ciklin e parë, fare pagës na japin hapësira për shfaqje e reflektimesh të nën tekstit. Këtu porosia për lexuesin është e drejtë për drejtë. Ngjyra e gjakut të derdhur me shekuj në këtë poezi vjen si fat ekzistencial, si vetdije e rrënjosur e vijimësisë ilire arbrore shqiptare në sivudesën ilirike. Çfarë është e zeza? E zeza ngërthehet e zbërthehet në Golgotën shqiptare. Ajo është prodhimtare e shumësisë së përbërësve të së keqës, që madje janë nxirë të duken tokës së njohur me ngjyrën e gjakut. Brenda këtyre dy simbolikeve, jetike, afatgjata, epike, tragjike dhe heroike, u gjakua liria dhe moria e poetëve, edhe autori e këtij vëllimi poetik, kishin motivime të mjaftueshme të i tharrisnin forcimit të karakterit etik dhe etnik, cilësive të pashmangshme të trimërisë, të beslidhjeve si akte përbashkuese përballë pushtuesve. Kuptim shtrirjen e kësaj mendësie ekzistenciale e ndjen pashmangshëm poetët shqiptar të gjithë brezave. Dje edhe sot, në kohën moderne, nuk ishte si t'i shmangej as poetisha Nazmije Xhafiri Hasani në librin e saj Dashuri e pashtershme. Autoria e frymëzuar nga rilindja kombëtare, nga rilindja shqiptare, risjell në faqet e librit të saj toponimet e qëndrisës çuditbërëse të Krujës, vijimësinë e të së cilës e përjetoi në bashkëpunësi në prekazin legjendar me gjithë dramën, heroizmin dhe gjëmën e flijimit unikët të jasharajve, pasojat gjenocidale dhe bëmat e ngritura në legjendën moderne të UÇK-s. Cikli i parë i kësaj tematike për masën e ngjyrave kuqezi e shtrin brenda dhe jashtë historisë së pashkruar, atë botë e të kurrjes së çdo shprehjeje që i përgjasonte lirisë deri në atë masë, citoj, pa guxuar as ëndra të rrafel. Kjo ishte përmasa e zezë e ngufatjes mbi trojet etnike dhe varkëthurja poetës ja kërkon përmbushjen e të shprehur etik dhe etnik në letrën e bardhë. Autoria, duke hedhur në letër canga të ndodhurat madhore për shpëtimin e atë dhejut, fragmente nga tërësia e së dhimbshmës dhe bëmat e bushme gjithandej ku qelin lulkuqet, ndjehet e shliruar shpirtërisht. E shliruar, me që shtroj këtu në disa poezi, fjalë përbërja, lulkuqe, na sjell në mend shprehjen e çmtuar e të shtrirë dendur në simbolikën e poezive të Beqen Muslimut, lulkuqet e gjakut. Andaj, Nazmije Xhafiri Hasani, varkëthurjes i jep kohën e kryerjes së një misioni poetik, etik, etnik, ekzistencial dhe simbolik dhe për masat e së kuqes dhe të së zezës. Por në realitetin ballkanik gjithçka është tektonike, sismik dhe paqe relative. Ajo gjakon poezinë që, citoj, përthon plagët e trungut të gjymtuar. Poezitë e ciklit të dytë, lulkuqet e lirisë, trajtojnë të njëjtën frymëmarrje tematike, por tashmë të bartur mbi shembulltyrat që mëtonin vetëdijsimin e penguar në gjithfarë mënyrash e mynxyrash. Popujve që u kanoset ekzistenca kulturore, shtetërore, historinë e shndrojnë në mit. Një këso mendësie nuk i shpëtoi as autorës sonë. Citoj: Apostull i lirisë e qytetërimit, i gjithkohshmit trim, nder i arbit, i o gjakut të Kastriotit, si ti fisnik tjetër
nuk lind. Poetja Gjaferi Hasani sikur ndjen një borxh të thellë që vargjet të përçojnë dashuri të gjithanshme për të tashmen dhe për brezat. Ajo ndjell dashuri në poezi aqsa mund të barte gjuha dhe mjetet e çmtuara prej kërkimeve të saj në fushën e paskaj të figuracionit artistik e stilistik. Ajo e ka matur fjalën e vet në peshorën e çmtimeve poetike dhe nuk është futur labirinteve të fjalës. Nuk ka hyrë aty ku nuk dihet. Pse? E di që fjala ka bukuri të pakufishme. Në shtjellimin e saj është mjaftuar me aq sa mund të thellohej. Si duket, saj poetishe i përshtatet pohimi i poetit freng Alfred de Musset. Citoj: "Gota ime është e vogël, por unë pi prej gotës sime." Borxhin e saj moral kundruar brezave i duket se do ta laj duke shtjelluar fjalësin poetik për kurbanet e lirisë, si Hasan Ali Eremikut, simbolit konkret të qëndresës Adem Demaçit, njërit nga strategët e thyres së kufirit mes shqiptarëve Agim Ramadanit, guerilas dhe Recep Mala e Nuhi Berisha, dëshmorës së njom Bukuroshës Antigon Fazliut. Në këtë anames të atmosferës epike, nuk di pse është vendosur poezia Bilbilit të Kosovës. Ndoshta poezia e tillë për kushtuar zërit Maxheps të Nexhmije Pagarushës, një ikonë të këngës shqipe, do të duhej renditur në ciklet ku mbizotojnë timbret e poezisë lirike. Cikli i tretë, kur e qetër të jetë dashuria, dhe i katërti melodia e shtëpisë, i përshkon kryesisht lirika familjare. Kjo lirik shfaqet përmes artikulimit të ritmeve të rrahjes së hapshme të zemrës, duke rikthyer ngjyrën e mallëngjimit krejtësisht të natyrshëm për bashkëshortin, personazhin lirik të jetës bashkëshortore, që ja kishte rrëmbyer e pashëndetshme e jetës vdekja në amshimin e pasosur. Kontekstit të një lirike të kulluar i japin shtytje për artikulime të thella dhe të këndshme vargjet e këtij, të cilët pikëllimin e ngrehin në nivel të mirëfill të përjetimit artistik. Citoj: "Vallë, ka që pa rëqme është lëmëria sa të rendin pasaj, si pas ëndrës së bukur, që nuk duam të në humbë." Vargjet Persiatjesh kësisoj për lumturin, afatshkultur dhe dhimbjen e përhershme të dashurisë së kputur në lumturinë e saj, i sjellin këtij vëllimi poezish kulturën e një lirike me rrjedhje të kulluar dhe udhërrëfema për sprovat djegëse të jetës. Sprova e dashurisë së sinqert në poezinë kur e qetër të jetë dashuria, sjell porosi e përkufizime të përvojës se vetëm dashuria që ka në thelbin e saj qiltërsi, citoj: "Falë buzëqeshje me, shkëlqimi i syve errësirën bjerë." Duke lexuar me mendshëm poezinë e vëllimit poetik që kemi në dorë, autorja Gjaferi Hasani shpërfaq botën e saj femërore si vashe dashuruar, si grua besnike, si nën dhe si gjyshe nipash e mbesash. Le të nënvizojmë dy vargshin e poezisë kartërsisë së qiellit i ngjan. Citoj: "Dashuria ime asnjëherë zbe ketërkujt si falet, edhe po t'i kem 7 jetë." Shfaqja e rënjosur si besnikëri e kësaj që vargçëntuese që e ngre në një shkallë të lartë paremësie, për mendsinë e sotme të botës feministe do të tingëllonte si diçka paradoksale. Madje poezia në qenin e saj është paradoksale, e thonë estetët. Padyshim s'kishte si të mos zërë shkas dashuria e mërgimit të kjo autore vargthurjesh. Brenda e një lirike të këtij familjare është e thellë, nga që këtu shpërfaqen motivet e shqetësimit amnor si plagë ka hershme apo si fat i mungesës së bijve e të bijave, i varfërimit të trurit kombëtar në qytetërimin euro-atlantik. Këto motivime marrin shtrihje të valzuara emocionale të trishta për bijt mërgimtar, të cilët i qelin si lule agime djaleshare dhe i ngrysin mundshët mërgimtare. Citoj: "Vjesht e dime më është bërë jetë,
ëndër e gëzim ngrirë. Në ciklin e 5, kur thuprat bashkohen, autoria busullën e ndjeshmërisë së vargjeve të saj më tënë të drejtoj kahës së ngërtesave etike, nëse notat moralizuese nuk i doron poezia e merfillë. Mirë po e veçuar artistikisht është poezia, e qelsht ishte zemra ime. Pohimi i veçuar ka parasysh gjetjen çmtuese të autorës, që në këtë poezi përdori mjete shpresje të pëlqyera me të cilat ngrej idenë artistike për sedrën e pastër njerëzore dhe vetë kritike nëpërmjet një figurshmërie, do të thosha, e standardit të duhur të pasjes së vlerave njerëzore të përtrodhitura në vargjet e shkruara. Mbase një thurje e kënaqshme e apostrofuar këtu do t'ia shtonte autorës kërkesën për hedhje vargjësh, jo do si do në letrat e bukur shkrimit. Kështu shohim se autoria Nazmije në kërkimet e saj pas gjetjes të së bukurës në varg, ja del mbaun sidomos kur ngul këmbë për t'ja kapur bukurisë thesaret e fshihura që gjenden në përvojën shtëruese të shkrimndërtimit. Vetëm me përqendrim e durim krijues mund të funksionalizoj artikulim të metaforës së urtisë poetike, sikurse në katërvargshin e Birshës fjale, citoj: del sa po hap derë, edhe merr dhejë. Po deshet të të bëjnë derë me mjartë usheje që pa lerë. Në 3 ciklet përmbyllëse të librit Misionarët e Dritës, Mbretëria e Planetit dhe të ndryshme, hasim aty këtu shprehje që nuk sjellin ndonjësi poetike stilistike. Në përgjithësi, poezitë e këtyre cikleve i përshkon nota e fisme e njerëzorës, e madhërishtmia e detit, kontrastet e natyrës që evoluon, ma gjeps, josh dhe të merron. Poezia në vëllimin poetik dashurin e pashtershme, më thënë thadrimin, pra shtrohet si mision i vedijes njerëzore për kultivimin e dashurisë si themeltare e njerëzimit, e paqës dhe bisis kundrua armiqësisë dhe synimeve për zhbërjet e njeriut prej njeriut, nga se, citoj, paqen kemi vënë në zgrit të ekzistencës. Si përmbyllje, si akt përmbyllje i qasjes si me librin me poezi të autorës Nazmije Gjaferi Hasani, që tashma posprovohet me zijen e ndërlikuar të shkrimit artistik, dhe të më lejohet të nxjerr konstatimin nga këndi i shikimeve të mia. Poezia që kultivon kjo autore në këtë libër i përket traditës së poezisë shqipe, pa motive për të eksperimentuar risi stilistike dhe identifikime me fizionomin e rrymave moderne e të postmodernës. Kjo autore shkruan thjesht e qartë në shqipen standarde. Të ky vëllim poezish vërehen përpjekjet për shmangjen e klisheve dhe hapje shtigjesh për një lirik të mirëfill poetike. Kryesorja, në thjesësinë dhe qartësinë e stilit të saj, vegjetojnë qetërsia dhe ngrohtësia, dashuria si koncept i drejtpeshimit njerëzor, fryma adhetare dhe vlerat e së njerëzishmës. Të gjithë këta përbërës ushqejnë vargjet e saj. Kjo, sa të pak, është një prehje në vërashësinë dhe dinamikën e jetës sotme. Përgëzime për autorën dhe frytin e saj libror. Faleminderit. Ju falenderojmë shumë i nderuar profesor për këtë vështrim tuaj. Pra ftojmë Elena Ajdarin që të deklamojë një poezi nga libri. Simbol prindërimi. Zhuritur për përgdheli prindore në vend dhuratave na falet dashuri. Zemrën na ushqyet me të mira, s'lat vend për sqim e lakmi. Të qitër, dashamirës, meq dyer e zemër hapur gjithmonë, na rritët si rallkush, pa ngritur as zë, as dorë. Na mësua ç'është vero, familja, miqësia, ç'pesh ka respekti e dashuria. Ç'njoh të zezë letradhtia, njoh që do e bartin edhe fëmia e një prija.
Rrugën që na trazua të ndoqa, pa i bërlak. Gërvishur në përgjemba e fera, shëmbëltyra juaj më ndoqi në çdo hap. Adheun e ruajtur e kam në zemër, fare mbjellur bab nga ti. Bujarin e besën shqiptare, trashëgova nga ju të dy. Miqësinë e çmova të shenjtë, e vlerësova si syt. Çfarë e dëgjova, as në ndër si kam përsërit. Rënën kur se bëra shoqja, ashtu si që më keni mësuar. Po të kem gabuar ndonjëherë, spur për ta të faqe e kanë dëftuar. Botimi i librit, pa dyshim edhe pjesa e përurimit, nuk është ditë feste e gëzimi vetëm për autorën në këtë rast, mirë po edhe për dikë që ka punuar vazhdimisht në përgatitjen e këtij libri. Kënaqësi e nderë që në mesin tonë kemi redaktorin e recenzentin e librit, zotri Zekiria Idrizi, i cili vjen nga Shkupi dhe është laureat i disa çmimeve. Për një vështrim të atë librit, ftoj me kënaqësi redaktorin. Përshëndetje nga zemra. Përshëndetje për zonjën Nazmia Gjaferi Hasani në atë parë, për autoren nga zemra dhe për gjithë juve motra vëllezër nga Gjilani. Është hera parë që nga unë Shkupjan, nga Shkupja mi lindur, hera parë që vinë në Gjilan. Kujto si fëmi kam marrë dikur herë, po kam qenë, nuk i kam bajtë rëmën, vetëm kujto si fëmi që kam qenë dikur i tonin Panagjyri Gjilani, bia nga Remniku, se taj kam punë në Vitis. Kam qenë në disa promovime në Bibliotekën Kombëtare për librat e me në Pjetër Bogdani dhe në Institutin Albanologjik të Kosovës. Dhe atje jam takuar me shumë poete shkrimtare nga lidhja e shkrimtarëve të Kosovës, ku ka qenë edhe disa herë në promovimet e mia zonja Nazmia Hasani. Ajo me ato raste më ka pruar edhe 4 librat e saj me poezi që unë i ka marrë në Berlin, për arsye se unë ka 30 vjet që jetoj me bashkëshortën time dhe fëmijët e mi në Berlin të Gjermanisë, plus 44 jam mërgjimtar. Sa i përket për para pash edhe të bibliotekën e qytetit, këtu të Gjilanit, për lidhjet e shkrimtarëve këtu në Gjilan, kam njohuri personalisht, për arsye se jam marrë shumë edhe nga Berlini. Shoh të shumë shkrimtarë, edhe poetë të tjerë, poetë e shkrimtarë, shoh njerëz të arsimit këtu, që disa për tyre u takohen, disa për tyre do të shihemi, personalisht kam paranjohuri, për arsye se jemi duke punuar, unë jam gjithashtu një punëtor në një staf grup punues, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malezia, nga gjitha trojet tona etnike këtu në Ilirikum, edhe ne që jemi në Margat, në Gjermani që jam unë, mandej në Evropë, kudo, deri në Amerikë për te oceaneve, deri në Australi, shtetet nordike lartë në Angli e tjerë. Kam punuar gjatë kohë, ka afro 2 vjet e gjysëm, që unë punoj në projektin tim libror, me titull Portretet shkrimtarësh. Ndërkohë që një projekt tjetër më madhor me titull Enciklopedia e shkrimtarëve shqiptar, shkrimtarëve për them, këtu kemi të bëjmë me studiues, poet, publicist, përkthyes dhe në veçanti edhe publicist, për arsye se të gjithë janë marrë që nga mesjeta, ta zëmë duke filluar si që dini ju nga Lek Matranga Gjorgjin Gazune këtej, në mesjet para rilindja kombëtare, edhe deri si vjetë të vitë 2025. Ne të punojmë akoma në grup, kemi hapësirë diku edhe 3 vjetë, se kemi dhënë kontribut, kanë dhënë edhe shumë studiues të shquar të gjullit të fshisë Shqipe. Në mesin e tyre kam dhënë një kontribut edhe unë si teolog me profesion. Kur e pash Kancelian Nori në evri këtu, jo dini që ka qenë teolog. T'ju vënë djeni se të gjithë pjesa tërmuese e themeltarëve të lezetësisë shqipe kanë qenë me profesion teolog, studiues religioni, po keni parasysh se urdhri dominikan dhe urdhri franceskan që vjen nga Perëndimi, që kanë diku në themelet i kanë këtë krishtërimi, kanë pasur ndikim thellë ke studiuesit shqiptar tanë në
kohën që nga Iliria, Arbëria, plasë dhe Shqipëria etnike, natyrale. Në këtë fush, në këtë drejtim, unë kam shkruar gjithësisht për zonjën Nazmije në këtë vështrim timin, prandaj nuk kam dashur të përqendrohem në vështrimin tim që të mos ju lodh, edhe ju thash bile që të më lënë në fund të flas. Se desha vetëm ta përgëzoj zonjën Nazmije dhe unë e përdori si metaforë them në një monolog timin me Franz Kafka që jam duke punuar tani, nëse ti Franz Kafka e letëralizuar jurisprudencën, burokracinë dhe ligjet e akulta burokratike, që kam bëron? Unë kam letëralizuar teologjinë dhe misticizmin. Që kam bërë zonja Nazmije Hasani? Kjo ka letëralizuar pedagogji. Sa kemi njerëz ne poet, shkrimtar, studiues, që nga mesjeta, para rilindja kombëtare. Që kanë qenë ata? Kanë qenë mësuese. Prindërit tanë që kemi ardhur të botë, nëna, babai, po mësuesit të edukatorët janë prindërit tanë të dytë. Prandaj unë si person, gjithmonë nuk kam thënë shkrimtarëve, poetëve, të gjitha zhanreve letrare studimore. Mua heq shkapelën, si zonjës Nazmije dhe shumë të tjerëve motra që janë në mshim dhe që janë gjallë, mua heq shkapelën me shumë respekt, si çdo shqiptar që ka ndërgjegje kombëtare në radhë parë, ka dignitet njerëzor të lartë. Mua heq shkapelën atyre edukatorëve dhe edukatorëve, mësuesve dhe mësuesve tona. Flas që nga ciklet e ulta, deri foshnjore parashkollore, e deri në studimet universitare. Në gjitha fazat mua heq shkapelën me shumë respekt. Zonja Nazmije çka ka bërë në librat e saj me poezi, duke qenë se ka mbi 3 dekada, afro 4 dekada që ka ushtruar detyrën e shënë të mësuesisë, afro 4 dekada këtu në komunën tuaj Gjilan, në këtë vend të Arbërisë, të Shqipërisë. Kontributi i saj ndër dekada që nga duart e saj kanë dalë me 10 gjenerata preza, nxënësi që nxënësesh, të cilat sot si çdo kund tjetër në Kosovën tonë, Iliro Tartani, në Maqedoni, Macedoni, në Shqipëri, ku do qofshim në Kosovën lindore, apo në trojë tonë etnike, qoftë në diasporën tonë, në gatën tonë shqiptare, ku veprojnë mësuese, veteranë të arsimit kombëtar, dhe kemi hapur dhe aty në Berlin, kemi punte shkollore, me mësim plotësues në gjuhën shqipe. Unë erdha nga Sallavina, Ishull, ku mora çmimin e lartë. Në rregull, isha i kënaqur se mora këtë çmim përbar krimtarinë time mbi 3 dekadë, si autori afro diku 40 libra. Në zhanre se kam shkruar në të dekada, kam punuar në fushën e përkthimeve, kam libra të botuar në përkthime publicistik, fillimisht, më pastaj kam kaluar në libra studimor, në të cilat kam punuar ndër vite, që ku i kam botuar? Në Kosovë. Ky është fenomen se Maqedonisë, se keni ai shkupitje. Në rregull, po gjithmonë diaspora shqiptare që nga Shqipëria, Kosova, përqendrimi jon ka qenë ku te Kosova, se nëse Kosovën se Shqipërinë e kemi, londinez ato që kemi. E kemi që nga ngritja e flamëve në Vlorë, por kemi thënë përqendrimi jonë, edhe si mërkimtar, është ke Kosova, se me pavarësinë e Kosovës, si vend i shenjtë, si djep i shqiptarizmit, e jo tokë e shënjësërve, në qa lirohemi nene që jemi në Maqedoni, Kosovën lindore, jemi më mirë. Dëshirojmë ta shohim Shqipërinë mirë, Kosovën mirë, edhe ne të jemi mirë. Prandaj unë me respekt thellë kam ardhur, t'ju përgëzoj juve gjinanasve, se ju njoh shumë mirë. Ktu ka figura që shkrimtar, duke filluar nga kjo Ars Klub që keni ju, kjo klubi letrar, lidhja e shkrimtarëve duke filluar në Ana Morav, si ta zënë klubet letrare, Ramatan Musliu, e shoh veç i Musliu të ngeri, më pa shumë figura këtu për të cilët, me të cilët unë jam marrë seriozisht, shumë prej tyre janë gjallë, disa kam druar jetë, për klasikët mos flas ata më të vjetër. Edhe pashpansi Janoli e Vlipse, se për mua kam një respekt shumë të veçantë, një simpati si për atë gjithë shpishtë, ose Hafiz Ali Korçë, ose është merezi se që besimi i përkasin, se unë jam teolog i besimit musliman, po për mua s'ka patur asë një herë s'ka rëndësi, si s'duhet të ketë, për asë një shqiptar apo shqiptare, qoftë edhe për klerikët fetarë, qoftin ata të besimit katolik, musliman, apo ortodoks, apo bektashian, apo pavarësisht, si këto funi i njërë mirë në nivel akademik këto fenomene, në botën tonë shqiptare, dhe i kam shkruar libra në këtë besim, dhe zut ju humbas kohë. Por ama, për mua në radhë parë, për mua personalisht, në radhë parë është shqiptaria, arbëria, çështja jonë kombëtare, feja, çështje spirituale, shpirtërore, ndjenjë private, besimi zatën me Zotin, ajo dashuria me Perëndin, kjo është për mua fundamenti. Çështja pastaj, shkon në xhami apo shkon në kishë, çështje private, respektojmë faltorit tona, që i kemi në lirikum, por ama ne respektojmë radhë parë çështjen kombëtare, se zguxon një fe, cila do fe qoftë,
që do besim qoftë, nuk guxojnë lejon në Kosovë trojtona të marginalizojnë çështjen tonë kombëtare, kauzën tonë kombëtare, sepse detyra jonë është qa të rreshtonin me kombet e çështëruar. Të bon, nëse të qërojnë ne, Shqipëria, kufi që është, nëse dhe në Kosovë, kufi që është, tani jam në tokë, po zbres, nuk po flasë kuptim të një që kanë kohë këta koka që i kemi, edhe nga paralilindja, se ne flasim për Shqipëri, Nën Tereza e Madhja, Shën Nën Tereza, me që kam shkruar një nga librat, Bisejt shpirtërore me Shën Nën Tereza, e kam në titull, botuar këtu në Prishtinë, edhe kam promovuar, kanë qenë shumë. Po, qa kanë thënë aty? Në atë bisedën shpirtërore, e përmëndi me thekse qanë kur ajo merë çmimin Nobel në Stockholm, ajo ka thënë një të vërtej shumë të madha aty, ndër të tjera, shumë ka thënë të mëdha fjali, sentenca, proverbiale, shumë do me thënëse. Ajo ka thënë një fjalë nga vjetë, shumë gazetarë, keni parasysh e pyesin nga gjitha ditë e botë. Ta unë vinë nga një vend i vogël që quhet Shqipëri. Këtu e ka thënë Kulmi. Nga vjenë, nga Shkupi, nga Jeti, nga Gjilani, komuna Kamenicës, ose kam dëgju, tamam, ju i keni ndruar tash jam shqyqër. Su ne vinë nga një fshat Gjurgjedel, baba i komunës Kaçaniku. Gjurgjedel, kodërtrim është tani, shqyqër që Kosova është pavarësuar, se kjo ka qenë cilin një, që të kemi edhe toponimet e gjitha. Por mos harrojmë me kulturë orientale, kur jemi të kultura orientale, nëse Kosova, ne Shqipëria, nëse nuk e kemi neorilindjen, ne do bënd theksin ke neoshqiptarizma, edhe e shkrimtarët, poetët, gjitha shkollat e mesme, në fakultetet duhet të jetë lëndë të mosdoshme neorilindja e Aleksandr Branko Mergjani dhe grupit të tij pas luftës së dytë botërore, që të futen elementit e renesancës dhe iluminizmit, të shkundemi, të deorientalizome, nëse këtë se bëjmë. Në EU, Bashkimin Evropian, është vështirë, po kam shpresa të futemi ne, sa atje janë, po ne jemi të gjithë, me shpirt manje që Kosova, Shqipëria, trojet tona këtu të futemi në kombet e qytetruara. Unë e them një vepër testament për kombin dhe familje. Dashuri e pashtershme me titull, një vepër testament e kam bërë për kombin dhe familje. Ka shkurtimisht, e keni vështrimin në fund, gjërësisht mos ju humbas kohë, përfundim, si përfundim, unë them, pajtojnë plotësisht me mendimin e disa kritikeve të letërsisë që i kam lexuar unë, se zonja Nazmia Hasani bën pjesë në mesin e poeteve të spikatura të gjuhës shqipe dhe të modernitetit letrar. Ligjërimi saj poetike afirmon edhe më tej ato që kanë levruar edhe më herët në rshekuj e breza rilindasit e neorilindasit tanë poet, duke quar të mbretëresh të arteve, se poezia është mbretëresh e arteve, në horizontit të reja shprehje e komunikimi rrezatimi estetik. Thënë përmbledh tasi, e poetika e sa njeriu veçanërisht, admiruesi i vlerave letrare, e lexon antologjinë unike të thënjes në shumësinë e atit shkrimore ndër shkrimorë të saj poeteshe, erudite, zë arbrore e zë hynore. Po e them pak më zëshëm. Kjo është zë arbrore dhe është zë hynore. Ka vlera në radhë parë arbrore, shqiptare, mëmëdhetare, dhe qarë, zë hynore, do më thënë, ka vlera njerëzore, të njerëzishme, si çdo poet dhe shkrimtar, që synimi jonë edhe jyni në përgjësi është që të ndikojmë ke gjeneratët e reja dhe ke lexuesit tanë potenciale dhe pas vdekjeve tonë, në thonë za vdekje, dhe se s'ka, për mua koncepti vdekje nuk ekziston, të të vashinja i shërë e zonë zëkirja i drizin të person që është këtu. Se ka vetëm pa vdekësi, sepse ne jemi qenjet parëndishme, ne vazhdojmë të jetojmë, mos harroni. Po që du mos shkrimtarët që shkruajnë, boton qoftë edhe një libër, së është më rëndësi sacia, të kam shkruar të portreti shkrimtarës hyrje, jo vetëm unë, të kam thënë edhe para meje shumë të tjera, thoni edhe ju këtu që ju shoh. U shoh koka elitare të mesin tuaj. Disa kanë ndruar jetë, si Peçir Musliu, Musa Ramatani, Savit Rustej, nëse është tu se di. Hysej Kyqiku, i thash zonin Nazmia, kush është ky? Epri një lutem, tha jam zoti Hysej Kyqiku. Thash i njoh mot. Pas këtu disa u takova, kanë ardhur nga komuna Bujanovci, i njoh shumë. Pse se u njoh veprën, u njoh punën, djersën. Respekt për ju. Zonja Nazmia, ku e kam takuar? Në bibliotekën kombëtare dhe institutin albanologjik. Ajo ka ardhur me vllajën e saj në Katën Zekeria. E kam njohur virtualisht, nuk ka njohur. Dhe ka dhuru librat. O kur të më dhurosh libra, unë jam në Berlin. Në Berlin gjithmonë kam bëjë një bibliotekë të pasur në shtëpi. Pse? Për arsye se atje ne mërgjimtarët jemi larg bibliotekave tona gjigante që keni ju në Prishtinë, në Gjilan. Unë gjithmonë kam marrë libra, sepse jam në radhë parë lexuesi të rrjedhshëm. Mandej jam një krijues, siç jam jeni ju,
si qemi të gjithë ne. Mandej jam një krijues letrar. Por ama, t'ju them diçka, kam një kod në Berlin, futem gjitha bibliotekat gjigante të Berlinit, deri te biblioteka anglikane në Berlin, ju informoj. Në Berlin nuk ka literaturë shqiptare nga Shqipëria, që mes dy luftrave botërore, veçanti këtej, që nuk është në gjuhë shqipe në Berlin. Në Berlin kemi biblioteka gjigante, reparte ku ka vetëm në gjuhë shqipe, edhe atë të mëdha. Prandaj kam patur fati që t'i shfrytëzoj edhe ato. Në anën tjetër kemi gjuhë serbe, maqedone, serbo-kroate, mos të flas. Përveç gjuhës gjermane që fal perëndis, tash unë me vajzat e mia, tash ne flasim, komunikojmë normal ka 30 vite që jetojmë atje. Por ju përshëndes përzemërsisht, edhe ju them sebeb, tash i pete më popullore që sebeb ta t'ju vizitoj vëllezër, të shihemi se sot jemi nesër s'jemi, se s'kemi qenë, jemi, prap do kthejmë atje ku ishim, po do vazhdojmë të jetojmë me frymën e Perëndis. Po ju them sebeb ishte zonja Nazmije, t'ju shoh, ta shoh Gjilanin, ta shoh këtu vendin, marr frymë. Më kuptoni pak si mërgjimtar, se jemi të përmalluar. Ju përshëndes nga zemra, zonja Nazmije përgëzoj shumë. Edhe një informacion nga Shtilti, zonja Nazmije e një dhe bashkotja ime Kevseri, sepse kemi biseduar, njojnë vajzat e mia si janë të rritura, janë me fakultete, punojnë pedagogi, bashkë në profesionin që ka zonja Nazmije, punojnë në Berlin, vajzat e mia, e voga dëshiron të ndjek në arsim, se tash ma hiqi kapelin, këtyre të arsim, kam respekt. Prandaj me zonja Nazmije është sebe të falenderoj shumë që ta shoh këtë vend që shoh juve, se e di se keni patur njerëz të mëdhenj kjo zonë, Ana Morava këtu, kjo pjesa, keni lënë, keni pas që kam ndruar jetë që i di kush janë ata, ato, dhe keni akoma këtu që jemi në gjallë. E shqyqyr që jemi gjallë dhe po shihemi, ta shohim njëri tjetrin dhe të përshënderimi shpirtërisht. Ju falenderoj nga zemra. Ju falenderojmë shumë i nderuar për këtë fjalën kaq përmbajtësor dhe me shumë domethënie, sidomos për gjeneratën e re që duhet punojë më shumë, do të thotë për ndjekur kauzën kombëtare. Ftojmë Elena Ajdarin që të deklamojë përsëri një poezi shkruar nga libri që po përrojmë sot. Agim Ramadanit. Rejtë e rufet, bi qiellin dardan, të rebeluan që në rini. Zgjodhet bësh krisma dheut, të marrësh hak për zulluin bërë bikuris të ti. Hjenave karpatiane u dolin mejdan, si Gjergji Bajlozit zi, shembe muranën shekullore, ngritur mes nan e bish. Lej këngën gjysëm, pikturën atë dheut pa përfunduar, zjarrin e dashuris ende pa elshuar, pa elshuar rritin e fëmijëve tu, që fëmijët e toka e arbrit shirë për të frymu. Këtë akt ynor e pagove me tua gjymtyr, gjak e frym. Jetësuar je në lapidar, para cilit përkullet çdo shqiptar, edhe ata që pas nesh kam për të ardhur. Falenderojmë Elenën edhe njëherë për deklamimet e poezive. Jo rastësisht ky libër po përorohet gjatë këtij muaji, siç e përmenda edhe pak më herët, muaji nëntor është muaj historik për ne shqiptarësit, duke shënuar një varg ngjarjesh të mëdha me qëllim kombëtar. Kujtojmë nëntorin e Skënderbeut, kujtojmë nëntorin e Ismail Qemalit, kujtojmë nëntorin e shkronjave shqipe në 117 vjetorin këtë vit të alfabetit gjuhës sonë, kujtojmë kongresin e drejtshkrimit, heroin kombëtar Adem Jasharin, datëlindjen e tij më saktësisht, dhe një varg ngjarjesh të tjera që shënohen gjatë muajit nëntor. Dhe pikërisht për këtë autorja Nazmija Hasani, e cila, siç u përmend pak më herët, ka dhënë një kontribut të madh do të thotë në fushën e arsimit, ajo është lidhur shpirtërisht me këto ngjarje kombëtare, që u bën disa prej tyre edhe motiv për të shkruar e krijuar vazhdimisht në tekstet e saj poetike. Zonja dhe zotrin, për fund ftojmë autorën, protagonistën tonë, për një fjalë përshëndetëse, kemi kënaqësinë ta ftojmë zonjën Nazmije Xhaferi Hasani. Përshëndetje.
dashamir e adhurues të artit bukur, krijues, miq, koleg e familjar, që sot keni gjetur kohë, keni ndarë nga koha juaj e shtrenjtë, të vini e të madhroni këtë tubim tonin. Ju faleminderit nga zemra. Unë ndjej për obligim ose kësaj përshëndetje të përgjithshme, veçoj edhe figurat që pak më parë dolen foltore për të folur për veprën time. Andaj, duke filluar nga Zotri Hysen Këqiku, të cilin e falenderoj për kontributin që ka dhënë dhe punën mundin që ka bërë për këtë tubim. Hysen Këqiku është njëherit edhe njëri ndër njerëzit e parë që më ka shtrirë dorën në këtë rrugtim timin. Është autori 2 librave të mia të para, redaktor i 2 librave të mia të para, recenzent edhe një libri tjetër. Pra mik që i pari më ka ndihmu dhe frymzu t'jem duke vlerësuar punën që kam bërë, duke më thënë se mundesh, dhe më thënë ai më ka dhënë atë shtytjen e parë që dhe vazhdoj të shkruaj edhe më tej. Falenderoj kolegun krijuesin tonë të shquar me medaljen, poeti shquar pra, njëherit shokimi që nga bankat shkollore, për atë prezentim aq të bukur që e kishte bërë të krijimtarisime letrare. Faleminderit shumë medalje, e suksesit dhe ti. Falenderoj forsin parapak, Zotri Zekeria Idrizin, i cili, siç dëgjuat shumë nga, ajo është një figurë e shquar e kulturës sonë kombëtare, që ka dhënë kontribut jo vetëm suazat letërsisë sonë, po edhe më gjerë, është një figurë e njohur pra, e i cili ka marrë çmime të shumta kombëtare, ndërkombëtare, e para pak ditësh, do të thënë por në këtë muaj, fillim të muajit nëntor, në Salamina, një shëllin në Salamina të Greqisë, ka marrë medaljen e artë Aleksandër i Madh. Që edhe pse ka mëruar të publikusht para jush, dhe drejt për drejt në prezencë ti e uroj edhe një herë dhe ju uroj shëndet e sukseset pafund. Radha është për të falenderuar një koqirin e kësaj shtëpie, që edhe pse s'është vetë prezent, sepse është në muajin e librit në Tiranë, ai i ka hap dyert, ne ka dhënë pra derën hapur që ne ta jetësojmë këtë aktivitet që kemi filluar. Përshëndes mediat pra, e pranishme, kameraman e fotograf, që gjithmonë i japin një publicitet e një jehon më të mirë e më të madhe çdo tubimi e çdo eventi. Përshëndes Viridonën për modelimin e shkëlqyeshëm të saj, modelimin, më falni se është. Po ashtu, falenderoj Elenën për deklamimin e poezive. Falenderoj 2 miq ish student të bashkëshortit tim, që kanë ardhur njëri nga Qëndresa e Rahovecit e tjetërin nga Ferizaj, e të cilët me vlerat që kanë
kanë rritë bëhen miq të përjetshëm të familjes sonë. Ju falenderoj për prezencën. Falenderoj realizuesin e kopertinës, Yll Xhaferin. Harrova ta falenderoj edhe Raifin për raditjen teknike, më kanë ndihmuar domethënë raditjen teknike të librit, mos i mbeten borxh atyre që kanë dhënë kontribut për këto. Përshëndes dhe falenderoj familjen time nga gjaku jem dhe i familjes së bashkëshortit. Fundi edhe familjen time të ngushtë, fëmijët, dhëndurët, nipërit e mbesat, të cilët më qëndrojnë pranë dhe me respektin e kujdesin që tregojnë, më bëjnë nënën e gjyshen më fatlume në botë, e shpesh janë edhe inspirim i shkrimeve të mia. Në fund, në emër të fëmijëve të mi, ju përshëndes dhe ju ftoj kështu siç jemi bashkarisht për një drek tek ky restorani këtu, si e di emrin se ka, po kur dalim përballë që e kemi. Në katin e dytë hapi re këtu përballë. Se unë s'po i di mirë kapitelit e në katet, ka. Si e ka emrin, domethënë aty ju ftoj të shkojnë për një drek, ndërsa kolegun Isa Gurgurovcin Viktor. urdhra vetë prezentat. Mendoj qofshin. Ju faleminderit e qofshin gjekuar. Mirëdita të gjithëve, jam i kënaqur që jam në këtë tudim për librin kolegës Nazmije, ku i punue bashkë para 30 vjetë, sepse që 30 vjetë jam në botën e jashtme në Poloni. Edhe unë e këmë krye artin, po jo artin letrare, këmë krye Akademinë e Arteve, edhe jetoj e punoj në Gdańsk, këtë kështë e Gdańsk në që është, edhe një herë i uroj që edhe një libër, edhe 2, edhe 3, edhe 5, inshallah i ban me trup qnosh që ka, që jes pak për një farshtagen, pak për një diçka, po do këtë si kur e re, si kur kërë kom pa unë që 30 vjetë, si kur me pas pa atëherë kështu sa e bukë për është. Por mos me majtë shumë, por mos me sajtë shumë, pak ma shkortë, është një diçka risi për juve, edhe për muë. Unë e këm hapë, prej Polonisë kom ardhë, e këm hapë këto në Gjilan një ekspozitë të artit, e cila është vlerësue shumë në Suedije, që ka po t'ju në për Evrope, që ka po t'i, edhe ju përshëndes pas drekës, qështu ju thirë, kam qefë edhe une, edhe ju me pa ndoshta artin tem të qire kam, edhe tjetërës diçka me thonë ma tepër, parëndejnë shumë. Aja është të teatri, të biblioteka, ishë biblioteka. Galeria që këtë. Galeria, po. Po, Galeria Qytetit është. Tu je pojnerisht. Aco hoqi. Faleminderit shumë. Atëherë të bëjmë një foto përbashkët.
Të nderuar miq, tanim tuaj, për kohën tuaj që keni ndarë sot jemi në mesin tonë, në emër edhe të autores ju falenderoj edhe një herë shumë, duke uruar e shpresuar që kjo të vazhdoj me krime të tjera dhe të na bashkoj siç sot. Në vazhdimsi do të thotë ju fton autoria për një drejt përbashkët, po edhe për një fotografi para bibliotekës, si dhe me kënaqësi, shenjë njohje e nderi nga një libër do të uroj të gjithëve.